Tha 2 fjalë të lehta në gjuhë, shumë të rënda në peshore ditë gjykimit, të dashurat tek Zoti i gjithësisë. Subhanallahi wa bihamdi, me thonë, i lartësuar je Zot, falënderimet takojnë vetëm ty, i lartësuar je Zoti i madhërisëm. Kushdo gjë që e ka madhëruar Zotin shumë, e ka falënderuar shumë, do ta gjej peshorën të mbushura me vepra të mira. Çfarë tjetër do krenohet? Kjo është me transmetime të vërteta që besimtari kur del përpara Zotit krenohet. A di çfarë është? Ajo që na mungon shumë neve sot. Ajo që ka fol Kurani dhe profeti shumë. Morali dhe sjellja e mirë. Unë e kuptoj që në Shqipëri po të sillesh mirë ke kosta. Vetëm kur ti jesh me makinë, hap rrugën njërit, kalojnë dhe 10 tjerë, nuk të respekton askush. Që ti jesh i moralshëm, i komunikueshëm, i sjellshëm, në vendin ton ke kosta. Sa sillesh mirë ta marrin për topsi. Ti i boni të mira, ai ta kthe me të keqe se thot ky është më i vogël se unë. Ky më shikon mua si diçka e madhe, prandaj të mirë që ma bëri e meritoj. Nuk e merr si kulturë, si sjellje, si moral. Kjo është prova jon. Çfarë do bëjmë me që njerëzit se kuptojnë moralin dhe sjelljen, ne duhet devijojmë nga kjo. Jo, ne duhet me shku në xhenet, ne duhet me pa peshorën të mbushur me vepra të mira. Ne s'do të na interesojë kjo. Ne shpresojmë që duke e kthyer ne këtë, që të vlerësohet kultura, të vlerësohet morali, të vlerësohet sjellja e mirë, të vlerësohet buzëqeshja kur e takon tjetrin, të vlerësohet fjala e mirë kur Kjo është xheneti. Leku shkon e vjen, pushteti shkon e vjen, xheneti i një shoqërie është sjellja dhe morali. Kur njerëzit takohen dhe të përshëndeten si njerëz me selam dhe jo duke u shajt, fillon begatia dhe xheneti i një vendi. Kur takohen të dy, jo sikur duan me vrar njëri tjetrin, por duke i buzëqesh, ka filluar xheneti i një shoqërie. Kur e takojnë njëri tjetrin me përshëndetje dhe nuk e kanë shpirt dhe në zemër të bëjnë intrigë dhe mashtrim, ka filluar xheneti i një shoqërie. Kur e takojnë njëri tjetrin dhe njëti minimal duhet të jetë që unë këtij t'i bëj ndaj të mirë, nëse ka mundësi maksimumi mos t'i bëj keq, ka filluar xheneti i një shoqërie. Kur njerëzit fillojnë të përsosen moral, çdo e mirë dhe pasuria vjen dhe begatia vjen dhe çdo gjë e mirë vjen bashkë me to.